vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shparosje. Bëra që do të bënde secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte aq që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë lloj duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: morja kontrollit prej kuj? Kush? Unë nuk isha ai i cili transportova rezistencën nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsye pse UÇK-ja po masivizohej. Arsye ishte Slobodan Miloševići,